Mijëra protestues u mblodhën në kryeqytetin e Serbisë në Beograd duke kërkuar zgjedhje të parakoshme pas 7 muajsh protesta të vazhdueshme kundër korrupsionit, të cilat kanë tronditur sundimin populist të presidentit Aleksandar Vučić. Protesta në Beograd u organizua nga studentët e Universitetit të Serbisë, të cilët kanë qenë një forcë kryesore pas demonstratave mbarkombëtare, të shkaktuara nga shembja më 1 nëntor të një çatie betonit të stacionit trenit në veri të vendit, i cili shkaktoi vdekjen e 16 personave. Shumë njerëz në Serbi besojnë se aksidenti i rënd erdhi si pasojë e punimeve të dobta dhe ata e lidhin këtë katastrofë me korrupsionin e pretenduar të qeverisë në projekte të mëdha infrastrukturore me kompani shtetërore kineze. Studentët protestues kanë kërkuar llogaridhënie pas aksidentit për sundimin e ligjit në Serbi, një vend ballkanik që zyrtarisht synon antarësimin në Bashkimin Evropian, por ku populistët në pushtet janë akuzuar për shtypjen e lirive demokratike. Pas muajsh protesta që tërhoqën qindra mijëra njerëz, lëvizja studentore tani po kërkon zgjedhje të parakoshme, duke argumentuar se qeveria aktuale nuk mund të përmbush kërkesat e tyre për drejtësi për viktimat e aksidentit. Zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare janë planifikuar ndryshe për në vitin 2027. Vučić, të cilin kritikët e akuzojnë për një sundim gjithnjë më autoritar, pavarësisht pretendimeve për antarësim në BE, fillimisht hodhi poshtë idenë e zgjedhjeve të parakoshme, por të premten la të kuptojë se ato mund të mbahen, pa dhënë një datë të saktë. Askush nuk është dënuar ende në lidhje me tragjedinë në qytetin verior të Novi Sadit. Autoritetet kanë ngritur akuza ndaj mbi 12 personash, por dyshimet mbeten se proceset gjyqësore do të zbulojnë korrupsionin e pretenduar pas aksidentit. Një kolonë e madhe dhe e zhurmshme protestuesish në Beograd marshoi pranë zyrave të prokurorisë shtetërore përpara se të arrinte në ndërtesat e qeverisë. Ata mbanin një pankartë të madhe ku kërkoheshin zgjedhje. Qeveria e Vučićit ka shtuar presionin ndaj studentëve protestues dhe universiteteve të Serbisë, duke pretenduar se pa prova ata janë udhëzuar nga fuqi të huaja për të organizuar një revolucion në vend. Studentët po planifikojnë më shumë protesta në të gjithë vendin gjatë kësaj fundjavë. Përshtatim pamfleti nga Washington Post.